Thoni lam të mirë rrudhave për gjithmonë, kjo metodë do ju befasoj, ja receta. Doni të dukeni gjithmonë të reja, të largoni njollat dhe rrudhat pa shkuar tek mjeku. Do mjaftoheni vetëm me ndihmën e kësaj përgatitje, është tërësisht e mrekullueshme. Është shumë e rëndësishme të kujdeseni për shëndetin, duke përfshirë shëndetin e lëkurës ose edhe pjesët e tjera të trupit. E gjitha reflekton përmes pamjes tonë. Kur është e shëndetshme, lëkura zakonisht duket e butë dhe njëkohësisht e shkëlqyeshme dhe ka një ngjyrë më të bukur. Në këtë video ne do t'ju paraqesim një përgatitje të natyrshme e cila do t'ju ndihmoj të hiqni pikat dhe rrudhat dhe të lini lëkurën tuaj të shëndetshme dhe të shndritshme. Kjo është arsyeja pse ne duhet të krijojmë një pengesë e cila na mbron nga mikroorganizmat e dëmshëm ose efektet e dëmshme mjedisore, kështu që ne duhet të mbajmë një rutinë pastrimi dhe njëkohësisht ta mbajmë lëkurën të mirë hidratuar. Lëkura jonë mund të dëmtohet gjatë periudhës së shtatzanisë ose ekspozimit të diellit dhe pjesë të ndryshme të trupit mund të bëhen me ngjyrë të errët. Ky xhel do t'ju ndihmojë ju që të hiqni pikat dhe rrudhat dhe gjithashtu të ruani shëndetin e lëkurës tuaj. Ju do t'ju duhen vetëm disa përbërës dhe është shumë më ekonomike dhe më efektive se çdo gjë që mund të gjeni të blerë në treg. Xhel me vaj kokosi dhe aloe vera. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 100 gram xhel aloe vera, 110 gram vaj të kokosit organik, vaj esencial me livando ose vanilje. Së pari vendosni xhelin aloe vera dhe vajin e kokosit në një enë të vogël. Përzieni me një rrahëse të vogël për rreth 5 minuta derisa të fitoni një krem homogjen, të trashë dhe të shkëlqyeshëm. Shtoni disa pika vaj esenciale dhe përzieni përsëri shkurtimisht. Ruajeni këtë përzierje në një enë qelçi me kapak në një vend të thatë pa ekspozim ndaj diellit dhe temperaturës së dhomës. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe njëkohësisht e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi i tepërt në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Ndërkohë, rrudhat munden që të zbehen dhe të shmangen apo të mbahen nën kontroll fal disa trajtimeve natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Në këtë video ju do të mësoni se si të përdorni këto maska të cilat janë mjaft efektive dhe pa shpenzime. Le të fillojmë me vajin e arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe i zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre për çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, i zbeh rrudhat dhe njëkohësisht e ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni këtë maskë në lëkurë dhe në qafë. Mbajeni për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti
i jep fytyrës tuaj një shkëlqim tepër rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë, prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë është e përshtatshme për lëkurat me yndyrë dhe duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Sipas informacioneve mund të përgatisni edhe maskën me aloe vera. Përzgjini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për plot gjysmore dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Ndërkohë, edhe lëngu i limonit, i cili nëse përdoret në sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit, do të ofrojë një maskë të shkëlqyer për lëkurën tuaj. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxitë gjithashtu formimin e kolagjenit, i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzgjini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore dhe do të shikoni që rezultatet që do të keni janë fantastike. Soda e bukës heq të gjitha qelizat e vdekura dhe përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut. Bananet. Bananet janë të shkëlqyera për kujdesin e lëkurës tuaj, veçanërisht për ballin tuaj. Ato përmbajnë vitamina dhe vajra natyral që i japin lëkurës tuaj një hovë tepër të shëndetshëm. E vetmja gjë që duhet të bësh është të shtypësh 1/4 në një banane derisa të bëhet në formën e një paste. Pastaj vendosni një shtresë të hollë të saj në ball dhe lëreni për 15 deri në 20 minuta. Pas kësaj, thjesht shpëlani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe do ta ndjeni që balli juaj do të bëhet më i butë dhe më i lagësht. Vajrat natyral, si vaji i kokosit edhe vaji i ullirit, munden që të përmirësojnë elasticitetin e lëkurës menjëherë pasi të keni larë fytyrën. Provoni të vendosni vaj direkt mbi rrudha dhe të masazhoni ballin derisa lëkura të mos ndihet më e yndyrshme. Nëse dëshironi, mund të bëni një përzierje të 2 vajrave. Të bardhat e vezëve. Të bardhat e vezëve munden që të kontribojnë në përmirësimin e pamjes së lëkurës tuaj dhe sidomos të ballit. Sidoqoftë, në vend që të aplikoni vetëm të bardhë veze, mund ta përzjeni atë me mjalt. Kjo maskë jo vetëm që do t'ju ndihmojë të zvogëloni rrudhat në ball, por njëkohësisht do t'ju ndihmojë edhe në tonifikimin e fytyrës. Në një tas përzjeni një lugë gjelle mjalt dhe një të bardhë veze. Vendoseni atë në ballin tuaj dhe lëreni të pushojë për plot 15 minuta përpara se ta shpëlani me ujë të ngrohtë. Nëse doni, mund të vendosni maskën në të gjithë fytyrën, por edhe në qafë, pasi rezultatet janë vërtet të mira dhe premtuese. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.